Edhe këtë vit në Gjakov u mbajt karvani shëndetësor, i cili u zhvillua nga ora 9 deri në orën 12 në parkun e qytetit. Gjatë këtij aktiviteti, qytetarët patën mundësi të përfitojnë shërbime dhe këshilla falas lidhur me shëndetin, përfshirë matjen e tensionit të gjakut dhe nivelit të sheqerit në gjak. Për rëndësinë e këtij aktiviteti foli fillimisht drejtori i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Gjakov, Lulzim Goçi. Sot bashkë me organizatën ACH, kemi organizuar karavanin shëndetësor për shëndetje me motën. Ky karavan ka për qëllim dhënien e këshillave shëndetësore për qytetarët e komunës sonë, për cilësinë e jetesës, mënyrën e ushqyerjes të shëndetshëm, do të thotë ka për qenë një mesazh për cilësinë e jetesës të gjithë ata që kanë mundësi të vizitojnë këto tenda sot. Këtë vit do të bëhen 3 sesione, kjo është vetëm sesioni i parë, 2 sesione tjetër planifikojmë që të bëhen një gjatë muajit të verës, do të thotë në fillim të muajit korrekt dhe një tjetër gjatë muajit shtator. Ndërkaq, drejtoresha e ACH-s Hasime Tahiri Hasani tregoi rreth tematikave që u zhvilluan sot në tendat e vendosura. Po shihni këtu janë tendat tematike. Tenda e parë ku ofrohen informacione në lidhje me fushatën, po edhe ju japen ato kartat e vlerësimit, me të cilat pacienti shkon i viziton edhe stacionet tjera, informohet për dëmet që sjell duanpirja, dëmet që sjell përdorimi i tepruar i alkoolit, mandej të mirat e aktivitetit fizik dhe ushqyeshmërisë së shëndetshme. Kurse këtu po e shihni mbrapa neve tenda e cila është me personelin shëndetësor nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Gjakov, edhe fluksin e qytetarëve, jo vetëm sot, por çdo herë që kemi ardhur në Gjakov, interesimi ka qenë shumë i madh për me marrë shërbimet. Karvani u mirëprit edhe nga qytetarët, të cilët shprehen kënaqësinë që patën mundësi të kryejnë kontrolle bazike shëndetësore pa pagesë dhe të marrin këshilla nga profesionistët shëndetësor. Shumë mirë, pësaj ka nevojë ju për shërbenin falas edhe na qytetarët e vizitojmë. Organizatorët bën të ditur se karvani shëndetësor do të vazhdojë të organizohet edhe në periudhat në vijim, me synim që sa më shumë qytetarë të kenë qasje në shërbime parandaluese dhe informuese për shëndetin.